ka dashtë Allahu që e pas keshim pas atë fatë që ta kemi mik Shëban, që bota perëndimore të rreshtohet me neve dhe të thëmë të ashtë një analist. Po. As anej, as nej. Fat i madh, caktim hyjnor që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas këshim pas interesat të akomodohen në Boston. Po mos të shkone dhe që ke e treta. Edhe që ato dyta o burë, unë në gjami, në për gjamia në perëndim, kur po më thrasin në për tribuna e sene. Unë e kështu botnisht kam thonë, dy gjana mos i harroni miq, dhe dua t'i përsëris botnisht këto. Një, shqiptarët, pa marrë parasysh se çfarë ndodh midis Amerikës dhe botës muslimane në linjën e mesme, shqiptarët dohet para së gjithash të shikojnë në Shëban si pas interesave të veta. Zemra në të kanë, por ti mos thuj klasa politike.